Dashi. Ata që janë në një lidhje kanë për të pasur një ditë shumë të veçantë sot. Partneri do ju çojë në një vend të cilin prej kohësh e keni ëndërruar. Beqarët gjithashtu duhet të jenë me shumë fatë dhe kanë për të përjetuar emocione të forta. Me financat duhet të jeni më vigjilent. Demi. Sot do të jeni më të vendosur të flisni hapur me atë që keni në krah në mënyrë që të zgjidhni menjëherë problemet që keni pasur. Beqarët do të kenë vetëse mundësi për aventura kalimtare, asgjë më tepër se sa aq. Me shpenzime tregohuni të arsyeshëm. Binjakët. Venusi, planeti i dashurisë dhe Jupiteria i fatit do të bëhen bashkë sot dhe do ju sigurojnë një ditë fantastike ju të dashuruarve. Beqarët nuk duhet të nxitohen për asgjë. Në planin financiar do i bëni me kujdes llogaritë dhe gjendja do të mbetet e mirë. Gaforia. Disa probleme në punë apo diku tjetër do t'ju afrojnë edhe më shumë me partnerin tuaj sot. Beqarët do të kenë një ditë të jashtëzakonshme. Në planin financiar nuk priten probleme, megjithatë mirë është të tregojeni të kujdesshëm gjithë kohës. Luani. Ditë e zakonshme dhe pandonjë të veçantë do të jetë kjo sotme për ata që janë në një lidhje. Beqarët mirë është të mendojnë disa herë para se të dalin me dikë, sepse mund të bëjnë gabime. Financat nuk do të jenë të këqija, por as aq të mira sa për të shpenzuar me sy mbyllur. Virgjëresha. Vështirësitë që keni kaluar kohët e fundit në jetën tuaj në çift do t'ju bëjnë të keni më tepër besim tek partneri. Beqarët do vazhdojnë njohjet me disa persona dhe nuk do ndihen gati për të hedhur hapa më tej. Financat do të jenë goxha delikate. Peshorja. Dita e sotme nuk do të jetë gjithkohës e mirë për ata që janë në një lidhje. Beqarët do të kenë disa takime, por mirë do të jetë mos nxitohen për të hedhur hapa. Në të rësi buxheti ka për të qenë goxha i mirë. Akrepi. Sot do të jeni të gatshëm të flisni për çdo gjë me partnerin tuaj dhe marrëdhënia me të do të vijë duke përmirësuar ndjeshëm. Beqarët do të realizojnë një nga takimet më të bukura të gjithë jetës së tyre. Në planin financiar, situata do përmirësohet fal për kujdesit dhe masave që keni marrë. Shigjetari. Nëse jeni në një lidhje, duhet të mendoni të bëni surpriza dhe ta joshni partnerin tuaj. Beqarët do të vendosin të mbyllin portat e zemrës së tyre dhe do të keni ditë monotone. Buxhetin do e menaxhoni me kujdes dhe gjendja do të ketë përmirësime të vogla. Britsjapi. Sot duhet të përgatiteni për emocione shumë të forta ju të dashuruarit. Beqarët duhet të tregojnë më të duruar nëse duan të gjejnë personin më të përshtatshëm. Në planin financiar gjërat nuk do të jenë shumë të lehta, kështu që tregohuni sa më të matur. Ujori. Në jetën tuaj në çift do të mbizotëroj gjithkohës qetësia sot. Për beqarët një miqësi e vjetër mund të zhndërohet në diçka më shumë. Urani do ndikojë pozitivisht tek financat dhe do ju nxit të përkujdeseni në maksimum për to. Peshqit. Ditë e bukur do të jetë kjo e sotme për të gjithë ata që janë në një lidhje. Ata që janë vetëm do të kenë flirtime gjithkohës, por pa ndonjë gjë konkrete. Financat nuk do arrini do t'i mbani të stabilizuara.